do iki në Shqipëri. Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin ton të YouTube-it. Unë jam Gjeni, kanali është Gjeni dhe Gjuli. Jam ullur bisht, nuk e di si jetoni ju, sepse i ra diçka kushërve stime, edhe duhet ta kapja. Shumë lumtur. Erdhi dita. Unë po kthehem në Shqipëri mbas një viti. Edhe do iki direkt nga Anglia. Nuk do iki në Itali. Duhet prisja pak vitin se është kushurera dhe s'mund të dalin në kamerë. Gjithsesi, po thoja që do iki në Shqipëri, jo në Itali, dhe normalisht kisha nevojë Italia shtëpinë e pastër. Kështu që tërë ditën sot jam marrë me pastrimin e shtëpisë dhe kam që dje që bëj vetëm lavatriçe sepse nuk dua të gjej rroba palar dhe ju lutem shikoni dhomën. Mos gjykoni. Mos gjykoni. Unë këtë dhomën e vë vetëm për të larë rroba, e mbyll derën, do të thënë për nder rrobat. Kjo dhoma unë kam bërë si laundry room, sepse nuk kam akoma një tharse dhe nuk kam hapësirë jashtë për tel, kështu që automatikisht më takon t'i ndej këtu rrobat. Edhe janë diku këtu janë dy lavatriçe, njëra po mbaron tani, duhet ta ndej, kështu që do marr këto, edhe kam edhe një tjetër për të nder, sepse ne do ikim direkt pas pune. Se më thoni ju Gjen ke ka, po unë do iki direkt pas pune, nisemi nesër mëngjes herët, në orën 5 mëngjesit, dhe nga këtu deri atje është 3 orë me ndalesa me gjëra, unë shkoj edhe 3 orë gjys, trafiku nuk i dihet. Kam edhe një valizhe. Faktikisht këtë valizhen, unë kur erdha pata 5 valizhen nëse e mbani mend, dhe 2 prej tyre janë të Xhuliës, kështu që do përfitoj të marr valizhen në Shqipëri, t'i fus të dyja brenda njëra tjetrës dhe t'ja çoj Xhuliës në Itali me autobus nga Shqipëria. Mendoj, unë jam mendoj shumë për këtë gjë. I lutem. Sa ja dhuroj rregullin. Po karikoj kufjet për muzikë ose ndonjë film. Po karikoj Kindle-in sepse kam shkruar një libër që duhet ta filloj ta lexoj në avion. Kështu që gati aty. Domethënë është hera e parë për mua që udhtoj Angli Shqipëri dhe e di që zgjat më shumë se Angli Itali, se Shqipëri Itali po e njëjër, po zgjat më shumë, kështu që ai libri ka diku te 50 faqe që unë lexoj super kollaj dhe do shkruaj një film në Netflix që më sugjeroi Xhulia që tha është super dhe ja vlen, kështu që jam rregull për fluturimin sepse unë nuk flet dot gjuhën në avion. Ndërsa 2 orë që do presim atje para se të hipin në avion, okay, me Kelin do ha mëngjes besoj ose llafe muhabet e gjëra të tilla tani. Dua të kujdesem pak për make-upin që nuk di si do bëj sepse më janë shtuar shumë gjëra tani dhe me dhuratat e ditëlindjes. Edhe në kthim unë janë me backpack, kështu që nuk mund të marr shumë lëngje. Kështu që s'kam as atë gjën për parfumet. Këto gjëra duhet i organizoj tani. Qark, sepse nuk kam shumë kohë, edhe 2 orë më ka ngelur se jam në punë, në darkë, sepse është shtunë. Tani të shoj, unë të marr vetëm gjëra esenciale, a jam e aftë. Marrë këtë gjën që më dhuroi Ilda për dilindje. Fuqa. To janë shumë mira. Duhet investoj më shumë të këto lloj. Okej, fuqa ja të korektor do marrë këta. Edhe këta. Këta përpuqat. Tani njerëzit thonë që ky Laura Mercier është më i miri. Për mendimin tim, duke qenë se nuk do rëndojmë shumë për make-up, do marrë këtë të Patrick Ta, që është dhe si kontur dhe blush. Skin tint. Unë të ndihem fancy të marrë këtë Diorit e number 7.
sponxha, sa më duan. Aja. Për buz, të marrë vetëm të gjëra të leta. Këta, se këmë pëlqeu shumë. Këto 2 tonalitet. Marrë këtë të Make Up Forever, shi Glam, jo. Ky shi nuk e di, në Itali është i mirë, shi trend, nuk e di. Dhe këtë të Catrice. Për buzët. Këtë tjetër. Dhe këto. Harvat ju them dorë liku të ditit. Këto më njëftojnë. Më iku ita. Isha me kushurierën, pastaj ke liberi për të ngrënë, hëngëm drek. Tani pëndej lavatriçën me të bardha që kisha lënë. Dhe to. Duhet realisht të rregulloj valigjën, çantën, se unë do vi me backpack, me çantë kurrizi, duhet të rregulloj ato të fuzi gjëra brenda sepse pas një ore jam punë. Do ja dali heroina ja. Palosa 3 kosha, kam vetëm këtë të nderë. Dhe tani, po vajti vonë për punë. Dhe po, hekuros uniformën e punës, sepse më vajti për lari. Jeni këtu me mua. Dojtë hekuros pa ju. Njerës, jam zyrtarisht me vonesë. Okej që është biznesi jonë, por nuk dua të jap të shambuj. Jam 5 minuta me vonesë, se erdhe dhe kunata të marrim kushuria. Kështu që... Okej. Ik gjeni dhe flutura! Flutura dhe ne, hapi kërati, Shqipe, përmbe Shqipëri. Është ora 11:30, tani mbarova punë dhe nuk kam bërë çantën gati. Thjesht kam nxjerrë disa gjëra që e di që do i marr me siguri, pastaj çoj gjëra tjera. E kam thënë edhe tjera, burrë më shumë i papar për valizë, kështu që do i them atij të bëj çantën gati sepse duhet të dalim në 20-25 minuta. Keli do i bësh çik ti çantën? Gati. Kjo është Gjullia s'pa merak. Një qerek, jam në shtëpi, jam e raskapitur. Pa gjumë dhe nga mëngjes 105, jo, falni, 4:30, jam raskapitur. Nuk e këshilloj këtë gjë, nga puna pa gjumë, larg, aeroportit dhe nisesh direkt për Shqipëri. Drek, edhe njerës që jeni të flej gjumë. Shpresoj, se unë kam një problem, nuk flej do ditër më shumë se 20 minuta. Ika, aqërnohemi. Shpëtim jete. Nuk e di si doja bëni pa kondicioner, do më gjumë, nuk e di realisht. Shumë ftohtë për mua, derisa të mësoj trupi, se jam sigur që nisër dhe e mirë, se sot jam dhe pa gjumë. Edhe kjo ishte dita ime e parë, kjo ishte udhëtimi im në Shqipëri. Do ju vlogoj gjithë javën që do rri në Shqipëri, kështu që shihemi në vlogun e radhës. Shihemi!